Ministri për Evropën dhe punën e jashtme Ferit Hoxha pati një takim pune me të ngarkuarën me punë të Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Shqipëri, Nancy Van Horn, ku thot se u rikonfirmua partneriteti i fortë mes dy vendeve. Shefi i diplomacisë në një reagim thekson se Shtetet e Bashkuara të Amerikës mbeten një aleat kyç dhe partner strategjik për Shqipërinë. Rikonfirmuam partneritetin e fortë dhe të qëndrueshëm mes dy vendeve tona, bashkëpunimin e ngushtë dhe miqësinë e kahhershëm, si dhe aleancën tonë të palëkundur brenda NATO-s, Shtetet e Bashkuara mbeten një aleat kyç dhe partner strategjik për Shqipërinë. Ministri Hoxha thot se i konfirmoi përfaqësuese së SBA në Tiranë qëndrimin e Shqipërisë krah aleatëve gjatë diskutimit për zhvillimet në lindjen e mesme. Diskutuam zhvillimet e sigurisë rajonale dhe globale, përfshirë situatën aktuale në lindjen e mesme. Shqipëria qëndron fort për krah aleatëve të saj në mbështetje të përpjekjeve për të parandaluar që regjimi iranian të sigurojë armë bërthamore apo armë të tjera të shkatrimit në masë dhe për të mbrojtur paqen rajonale dhe ndërkombëtare. Siguria e aleatëve tanë është e panegociueshme. Demokracia e brendshme dhe rrugtimi i Shqipërisë drejt Bashkimit Evropian ishin një tjetër çështje sipas deklaratës. Gjithashtu shkëmbyen pikpamje mbi bashkëpunimin tonë të vazhdueshëm, rëndësinë e sigurisë rajonale, forcimin e qëndrueshmërisë demokratike dhe rrugën e Shqipërisë drejt antarësimit në BE. Ky ishte takimi i parë i shefit të ri të diplomacisë shqiptare me të ngarkuarën me punë të Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Shqipëri.